Po mirë, nëse ne shohim për shembull reklamimet që ne bëjmë si agjenci okazion aty. Ç'është quhet okazion në të vërtetë? Se tani okazion 500 euro metri katror ka hika ajo nuk vjen më. Asnjë dëgjohet askuar Shumë edhe me këtë punë okazion. Po, gjithë vetëm okazion. Prandaj them, ç'a quajmë ne okazion? 3000 euro metri katror. Ne quajmë duam ta shesim. Po. Okazion është vetëm nëse do kapim ndonjë pronë diku ke 1050 euro për metër katror. Okazion quhet po të jetë paktën 15-20%, edhe 10%, domethënë nga 10 deri 20%, po. Ose 100-200 euro po shtregut. Po varet. Shiko, paktën unë do flas nga eksperjenca në zonën ku punoj, se nuk e di si funksionon në sipër, kemi pas raste edhe në zonat pak më elitare, por që aty nuk di ta jap ekspertizën fiks. Pak në zonën ku ne punojmë, okazioni është një opsion që mund dali plus minus në vlerën po them 200 euro për metër katror më poshtë. Më poshtë tregut. Duke llogaritur gjithmonë thash edhe kostot shtesë që do ketë reinvestimi në pronë. Kostot shtesë, nëse ka vlerën 50 ose 100 euro për metër katror, prap jemi brenda pritshmërive. Po, brenda pritshmërive. Po.